Kiara Tito ka ndarë një lajm shumë të bukur me ndjekësit e saj. Ajo është shtatzën për herë të dytë. Pas ardhjes në jetë të vajzës së tyre Luna, tashmë familja Luizellit dhe Kiarës do të zgjerohet edhe më shumë. Ky moment ka sjell një val emocionesh dhe gëzimi, jo vetëm për çiftin, por edhe për fansat që i kanë ndjekur hap pas hapi në çdo etapë të jetës së tyre. Sipas burimeve pranë tyre, Kiara ja ka treguar lajmin fillinisht Luizit, i cili është përlotur nga emocionet dhe nuk ka fshehur entuziazmin e tij. Për të dy, kjo shtatzëni përfaqëson një bekim të madh dhe një tjetër dëshmi të dashurisë që i bashkon. Luizi e ka ndarë lajmin me ndjekësit në rrjetet sociale, duke e shprehur se ndihet më i lumturi në botë. Fansat kanë reaguar menjëherë me mesazhe urimi dhe dashuri, duke i mbushur rrjetet sociale me komente pozitive. Shumë prej tyre janë shprehur se mezi presin të shohin Lunën në rolin e motrës së madhe dhe kanë uruar që shtatzënia e Kiarës të ecë sa më mirë e pa komplikacione. Mbështetja dhe dashuria e publikut e bën këtë moment akoma më të veçantë për çiftin. Ky lajm vjen në një periudhë ku Luizi dhe Kiara kanë qenë shumë të angazhuar në karrierat e tyre, por gjithmonë kanë vënë familjen në qendër të prioriteteve. Ata shpesh kanë folur për dëshirën që Luna të ketë një vëlla ose motër, dhe duket se kjo dëshirë po bëhet realitet më shpejt nga sa e kishin menduar. Tashmë, pritshmëritë janë të mëdha. Çifti ka premtuar se do ta ndajë këtë rrugtim të bukur me ndjekësit e tyre, duke treguar momente të veçanta nga shtatzënia e Kiarës. Padyshim, ky është një kapitull i ri, i mbushur me gëzim, shpresë dhe dashuri për familjen Eli Tito.